të gjithë këta që përkrajnë mujahedinët dhe regjimin, duhet dini një gjë. Thirrini pak mendjes në veri. Irani nuk e njeh Kosovën. Edhe njerë. S'ka të bëj fare. Irani nuk e njeh, ka të bëj me mua. Goxha, s'ka të bëj me ty, ka të bëj me mua. Dakor, në rregull. Irani nuk e njeh Kosovën. S'ka të bëj fare. Marrëdhënie diplomatike Shqipëria me Iranin i ka ndërprer. S'ka të bëj fare. Se çdoni ju që shkoni aty, do të thënë lavazhin e trurit. Jo, mos ka të bëj me lavazh truri kjo. Ka të bëj, për mua ka të bëj, më beso mua. Dhe pastaj. Po më si drejtohesh do të një popullin në këtë mënyrë. Do i drejtohem unë si në dua. Po më si drejtohesh se kur kushi. Si? Nuk i drejtohesh do të një popull në këtë mënyrë, mos e këmbësh një popull. Se si je? Si mos e kur kushi. Jam Lert Vasili. Po edhe çfarë pastaj? Jam Lert Vasili. Edhe çfarë pastaj më? Kush është Lert Vasili? Çfarë? Çfarë jeti? Dil jashtë dhe pyet. Hajde dalim bashkë jashtë, kur duhesh. Jo, dil jashtë dhe pyet. Hajde dalim bashkë jashtë. Unë s'kam se dal. E pa atëre? S'kam se dal, se po dola unë... E pa atëre mos i drejtohesh, se keti tagri drejtohesh që popullin në këtë mënyrë. Pra, kjo popullsi shqipfolse, Jo më janë shqiptarët, as janë shqipfolës. Që janë shqipfolës nga Jo më shembull janë shqiptarët, a 18, janë kolon të huaj. Jo më nuk janë... Nuk kanë ndërgjegje shqiptare. Kanë ndërgjegje fetare. Nuk janë shqipfolës, janë shqiptarë, nuk janë shqipfolës. Jo. Shqipfolës je ti. Jo. Se ti po thua Irani është ku ishe ti? Ku ishe ti kur? Ku ishe ti kur Kosova digje? Ku ishe ti? Ku ishe ti mor zotëri, mbasi ti që nge shqiptar? Ku ishe ti? Kur unë luftoja për Shqipëri. Po, ku ishe ti? Pikërisht. Do ta them pastaj në vesh. Atëre, është konfidencial informacioni, nuk ta do të shoh. Po, edhe unë tash ti për Iranin. Goxhaj, nuk ta do të falas. Kur në Kosovë na erdhën dhe na përfundoi në rregull. Sa para doni, po ishin amerikanët ata që thanë jo, sepse kur i pyetëm i thanë këta na thanë jo, sepse për arsye se ne do ju akuzojmë, nuk do t'i merrni asgjë. Dhe erdhën dhe na dhanë çfarë lloj ndihme të kishim nevojë. Ja pra kjo sepse flisin pa i ditur gjëra. Këta iranianët, këta iranianët erdhën. Kujt i dhanë ndihmë? Erdhën, ne më takuan neve kujt? Po më takuan ushtrin shqiptarët Kosovës. Neve kujt? Takuan zyrtarisht ushtrin shqiptarët Kosovës dhe ofruan çdo lloj ndihme. Po në bisedime me amerikanët na thanë jo. Po më në 99 luftën. Unë isha te shekulli 18. Po çrëndsi ka se s'ka rëndsi, nga shekulli 18. Ti na më thën se ti ste. Këto ka përcimet kohore. Ti ka përcimet kohore, se ti shkove në 2008. Përcimet kohore po i bën ti. Unë jam në 99. Unë po të them, nuk është çudi, sepse ne ka përcimin e bërë ti. Dëgjoj. Nuk bëra unë asi ka përcim. Bëra ti ka përcimin. Mbamën çaflet. Mbamën çaflet. Shiko, Goxhaj, unë mund të vazhdoj të flas. Ti e di që domethënë nuk mbi vendosesh dot. Po nga respekti që kam. Po bëjmë debat, po bëjmë vendosje. Që kam për historinë tënde personale dhe çka e që unë po të lë të flasësh. Do ta vazhdojmë. Neve ti e di shumë mirë që këto troje janë populluara nga shqiptar dhe shqipfolës. E di ti shumë mirë. Të cilët nuk shkojnë sipas po si përcaktojmë do të unë tim or kush është shqiptarët feja e shqiptarit dhe shqiptaria. Po shkojnë në bazë të asaj që i thon qarqet ekstremiste. Nuk e përcaktojmë do të unë ti kush është shqiptar. Nëse do të dëgjojmë qarqet ekstremiste, sipas teje, i bie që jugu i Shqipërisë i kaloi Greqisë me një. Jo, nuk i kaloi Shqipërisë. Jo, nuk